më 21 mars, një vetur nga autokolona automjeteve të sigurisë Milan Radojqiqit u përplas me vetur ku ndodhe një familje. Më së rëndi u aksidentua një grua me iniciale RPM, e cila ju nënshtrua trajtimit në një spital në Beograd. RPM, e cila u aksidentua nga sigurimi i biznesmenit kontrovers Milan Radojqiq, vdes më 8 prill në spitalin e Beogradit. Gruaja ishte me bashkëshortin e saj në veturën e tipit Lada, e cila po lëvizte në shiritin e dur të trafikut kur u godit nga një veturë e tipit Shkoda teksa po e parakalonte atë. Në të ndodheshin 2 të rinj që ishin truprojat e Radojqiqit. Mediumi radar, i cili ishte i vetmi në Serbi që raportoi për fatkeqësinë, bëri të ditur se çifti i moshuar janë prindërit e një kryepolici në Beograd. Shoferi dhe pasagjeri, të cilët ishin sigurimat e Radojqiqit, ishin larguar nga vendi i ngjarjes. Që të 2 pjesëtarët e sigurimit të Radojqiqit, të moshës së re, që shkaktuan përplasje nuk kanë kaluar as në procedurat e zakonshme policore. Ata nuk ishin pësuar lëndime nga aksidenti i shkaktuar. Ky aksident i rënd trafikut, tashmë me fatalitet, përveç mosveprimit të shtetit serb, u përcoll edhe nga heshtja e mediave të regjimit të Vučićit. Në asnjërin prej tyre nuk ishte shkruar as lajm njoftues për ekzistencën e aksidentit në trafik. Milan Radojqiq ndodhet në Arratin në Serbi, i cili është i akuzuar i kryesor për sulmin terrorist në Banjsk. Aktakuza e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës e bën Radojqiqin fajtorin kryesor për sulmin e paprecedent në Banjsk.